Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me nënën hënë të re në peshore dhe do të arrini të kuptoni efektet e saj tek çdo individ. Në këtë kohë, ajo që ju do të arrini është që shumë dhimbje të papërpunuara do të ftojnë shumë shpirtra binjak për të marrë pjesë që të vazhdojmë misionin dhe drejtimin e shpirtit. Ndërkohë është për të gjithë ju e kuptoni që është një fazë e re e fillimit të ri për ju, ashtu sikurse është dhe një moment koha më e përshtatshme për një pjesë nga ju që të filloni një drejtim të ri të jetës. Është e vërtetë që energjia e peshores, nga vetë fjala peshore, kërkon ekuilibër. Dhe për të gjithë ju është që të krijojmë ekuilibër në mjedisin ton me këdo që ne kemi lidhje. Ndërkohë që peshorja kërkon balancim, kërkon harmoni, është që ndikohet në kundërshtim me disa planete, siç është planeti Pluto, i transformimit, që do të thotë lindje, transformim, vdekje. Pra jo vdekje fizike, por në të vërtet për transformimet tona, për të arritur në fuqinë tonë, për të arritur në veten tonë unike. Dhe ashtu sikurse planeti Jupiterit, i cili është për rritje, për zhvillimin e shpirtit tonë, për fatin tonë, për rrugëtimin e drejtimit të misionit të shpirtit, ashtu sikurse edhe dy planete Gjuq, Shiron ose Kiron në Shqip, që është që ne do të hyjmë në thellësi me veten tonë, do të lidhemi me të gjitha situatat apo problemet që ne kemi dhe që janë në brendësi të trupit tonë, dhe ndërkohë apo dhe të reja që ne kemi krijuar, pra gjithçka në lidhje me shërimin tonë, me dhimbjet tona, ato që ne ndjejmë në trupin tonë, sikurse edhe planeti Gjuq e Eris, për të cilën sjell konflikte, sjell mosmarrëveshje, sjell kaos, por simbolizon atë që ne do të njihemi me problemet që krijohen në këto mosmarrëveshje apo konflikte, me qëllim që të arrijmë në potencialin tonë, qoftë nga ana personale, por edhe nga ana shoqërore, pra e lidhjes tonë. Ndërkohë, këto do të sjellin tension, do të sjellin mosmarrëveshje, ashtu sikurse duke qenë se është tema e peshores, në lidhje me marrëdhëniet tona, në lidhje me miqësitë tona, në lidhje me partneritetin apo situatat, dhe këto do të ndjehet, pra do të ndjehet të gjithë ju një lloj presioni, një lloj tensioni ose mosmarrëveshje. Ndërkohë është që të gjithë do të kuptoni që do ju dali dhimbja e vjetër. Dhe në momentin që del dhimbja e vjetër, ju jeni gati, do të filloni të hyni në procesin e transformimit. Është e vërtetë që të gjithë do të ndjeni që është një sfidë. Dhe ajo që është ju kërkohet që ju do të gjeni ekuilibrin pra duke dhënë kohë për të krijuar një harmonizim në lidhje me marrëdhëniet tuaja, pra për të bërë një lloj kompromisi, të arrini në kompromis për të mos marrë vendime të nxituara, por të jepni kohë vetes në qëllim që të arrini në ekuilibër, në kompromiset. Ndërkohë, për një pjesë mund të jetë dhe që e ndjeni që doni të shkëputeni nga situatat mbytëse në çdo lloj marrëdhënie, pra që nuk ju përshtaten më. Gjithsesi, këto janë që ju bëjnë ju që të zgjidhni, pra askujt nuk i preket liria, është drejta juaj, ju do të zgjidhni, dhe ajo që do të kuptoni është që o do të zgjidhni për të qenë në lidhje paqësore, ose do të tregoni të vërtetën. Pra jeni ju që do të krijojnë sfida, dhe në këtë rast do të zgjidhni. O do të jetoni me të vërtetën, me atë çfarë shpirti juaj
vetë ju dëshironi të krijoni në jetën tuaj, dhe që në këtë rast mund të dalin dhimbjet, dhe dhimbjet i kuptoni që janë nga e kaluara. Sigurisht ka qenë afati i kohor i nivelit të ulët të ndërgjegjësimit tonë, dhe shumë gjëra janë bërë në mënyrë të viktimizuar, pra kemi qëndruar në rolin viktim, duke ndjekur se çfarë të tjerët thonë, ose vlerën e tyre, ose duke vënë gishtin ke të tjerët e tjerë, ndërsa tani çdo gjë që ju do të zgjidhni do të bëhet pa gjykim dhe pa kritik, thjesht do të pranojmë të ecim me ku na drejton. Pra dhimbja jonë, ku na drejton, në fund të fundit që të gjithë dhimbjen e kemi në brendësi të trupit tonë, dhe kjo është thirrja që ne do të ulemi me veten tonë. Ndërkohë që të gjithë do të ndjeni që në nahën, duke qenë se ne na janë hapur shakrat tona, pra jemi lidhur me shpirtin, është që ju ndjeni lodhje, varet si jeni, po ndjeni lodhje, sipas asaj që ju jeni, po këto janë simptoma që ndjeni, sepse janë shakrat hapura dhe ju jeni rritur, jeni bërë të vetëdijshëm, dhe ju koeficienti dritës energjisë juaj është në rritje. Pra në këtë rast, ndoshta për një pjesë nuk jeni të tokëzuar, pra nuk dini se çfarë të vazhdoni, ashtu sikurse mund të ndjeni rraje, pra dhimbje në stomakun tuaj, po kështu gjumi nuk është i rehatshëm, pra gjumë të pakët ose të shqetësuar, dhimbje koke, emocionet tuaja, gjithsesi edhe pse i ndjeni, të pranoni që janë të lidhjes tuaj me shpirtin tuaj, pra ju po rriteni, ju jeni në rrugën e drejtë. Ndërkohë është shenja tjetër, në këtë moment, duke qenë se kemi kaluar shumë, pra nëna ka kaluar dhe ka ardhur në numrin 7, ne jemi lidhur akoma më shumë me shpirtin tonë, që të gjithë e kemi pra këtë shenjë në grafikun tonë, ne do t'i kalojmë të 12 hënat, por në këtë rast me hënën e re, në qoftë se ju keni këto energji të shpeshores, qoftë në lidhje me identitetin tuaj që përfaqëson diellin, qoftë me nënën që përfaqëson shpirtin tuaj, ashtu si pra brendësinë në veten tuaj, ashtu sikurse edhe ku do të shkojmë, që është ashedanti, pra që do të ngjitemi, që do të lidhemi, do të shkojmë diku, të kuptoni që ndoshta i ndjeni që i keni këto energji, ndjeni miqësor, ndjeni simpatik, ndjeni zemër mirë, ndjeni miqësor, ashtu sikurse edhe mikpritas. Ndërkohë, një pjesë nga ju ndoshta i ndjeni që doni të ndihmoni të tjerat, pra të bashkëpunoni me të tjerat. Ndoshta i ndjeni që kërkoni ekuilibër, kërkoni harmoni në mjedisin tuaj. Ndoshta jeni që kërkoni që të jeni, pra të shihni situatën tuaj në një perspektivë më të gjarë, pra doni t'i jepni kohë vetes, ashtu sikurse doni që të ruani paqen, të mos keni konflikte, sikurse edhe kërkoni lumturi me të gjithë që keni përreth vetes tuaj. Por është dhe tjetra që ndoshta e ndjeni që doni të merrni një vendim, po përsëri nuk besoni, dhe kjo është jeni, pra jeni, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë do të ndjeni, dhe në këtë rast ku nuk besoni dhe nuk merrni vendim, ajo që kërkon në këtë rast dhe në nahën është që ju fton që të gjithëve ju që aguxoni të ndiqni rrugën tuaj unike. Pse? Sepse ne jemi që të gjithë unik. Ne jemi të ndryshëm edhe brenda familjes, dhe pse kemi ardhur nga prindër të njëjtë. Ne edhe gishtat janë të ndryshëm, pra i shihni, ashtu sikurse që të gjithë ne kemi vlerë, dhe vlera jon, talenti jon, dhuntia jon qëndron në fëmirin tonë. Pse në fëmirin tonë? Sepse që në atë kohë ne u mishëruam në këtë tokë, dhe pra është ditëlindja jonë në bazë të diellit, të hënës dhe të shenjës pra të planeteve që quhet ndryshe ashedanti, që të gjithë kemi nënën hën, unë flas për nënën hën, unë nuk jam astrologe, por të kuptoni që nëna hën ka cilësitë e saj, ka
bëj me brëndësin ton, me shpirtin ton, me lidhjen ton, me atë që ne nuk e shohim janë organet tona, dhe në këtë rast është qendra e këtij trupi multidimensionar për të cilën krijesa na ka krijuar me dy energji, energjia mashkullore mendja, që është elektrike bëj, dhe energjia femërore që është shpirti jon, janë këto pjesë që ne nuk i shohim me syt ton, por që ne do t'i ndjejmë, se kjo do të lidhemi me këtë energji femërore, që është energjia e butë, e dashur, e mrekullisë që na bën ne që të krijojmë, na bën ne që të bëjmë atë që ne dëshirojmë, atë që ne ëndërrojmë, atë që ne e kemi në brendësi të shpirtit ton, dhe që është talenti dhe dhuntia në zorët e barkut, aty është fëmia jon. Për sa kohë ne kemi dhimbje të skaluarës dhe të fëmiris ton, sepse ishte niveli ullët, ne kemi këtë fëmiri të mbytur, dhe kjo është që në jetën tonë ne nuk arrim, edhe pse jemi në një marrëdhënie, kudo që jemi përsëri ka konflikte nga njerë dhe më tepër se ç'duhet, por edhe në qoftë se janë ato pak nga pak stresore dhe për gjëra të kota, ti kuptoni që vjen një afat kohor për të cilën ju jeni këtu dhe ndjeni dhimbjet. Dhe këto dhimbje të gjithë ne janë duke na dalë në këtë kohë, për arsye sepse kemi hyrë në epokën e ujorit, udhëheqet nga qelli, që është planeti Uranit, është Zoti, është universi bollçëm, çfarë doni që ta trisni, është burimi i energjisë, ne jemi universi, unë ju jemi universi, ne kemi Zotin në zemër. Prandaj lutjet tuaja duhet të jenë me fuqi dhe me besim, dhe të besoni në të, edhe pse kaloni sfida, por të besoni, mos dyshoni, ju jeni hap pas hapi, ju do të arrini në bukurinë e jetës. Pyetja është, a guxoni të lidheni dhe të ndiqni rrugën e vetes tuaj? Sigurisht ju do të ndjeni që është në nahën, është ka tension në lidhje me planetin, pra që do të ndjeni në lidhje me planetin e Jupiterit, që është i rritjes, i zhvillimit ton, dhe duke qenë se është në shenjën e Gaforres, Gaforja ka temë që është për marrëdhëniet tona, pra marrëdhëniet tona në shtëpinë tonë, në veten, pra personale, në familjen tonë. Sigurisht bëhet fjalë që ne ndoshta një pjesë nga ju e kuptoni që ju doni të jeni një nënë e mirë me fëmijët tuaj, dhe është një mrekulli. Ashtu sikurse ndoshta një pjesë nga ju doni të merrni një lloj vendimi, por edhe peshoja e kërkon këtë, por ju ndjeni vështirësi se çfarë do të thotë partneri juaj, karmik, apo kushdo që të jetë, apo antarët tuaj të familjes e të tjera, dhe e gjitha kjo, jini të vëmendshëm në këtë moment çfarë ju do të ndjeni, tension, mosmarrëveshje të tjera, apo shqetësime, pra jini të vëmendshëm nga vjen ky shqetësimi, dhe ju do të kuptoni që ky shqetësim vjen nga frika. Pra e gjitha bëhet që ju keni frikë për të ndjekur rrugën tuaj unike, edhe pse shpirti juaj e kërkon këtë. Mësoni që ajo që kërkohet nga ju është me të vërtet, askujt nuk ju preket liria, por ju pyetja në nësën, a jeni gati të ndiqni rrugën tuaj, dhe ju ndihmojeni, në qoftë se ju jeni gati, këshill, ju nuk do të lini marrëdhëniet tuaj, ju do të lidheni me veten tuaj, me qëllim që duke liruar nga dhimbjet që ju pengojnë ju, dhe sidomos frika që është e iluzionit, ju do të arrini që o t'i jepni marrëdhënies tuaj, sigurisht që do kohë, je një bukuri, nëse se keni arritur një mrekulli, ose do të kuptoni që do të vini në fuqinë tuaj dhe do të kuptoni që t'i jepni drejtim rrugëtimit në lidhje me marrëdhënien. Pra ndoshta nuk është për ju, por që të arrijen këto, ju duhet të jeni gati të ndiqni rrugën tuaj unike, hap pas hapi. Ju ndihmojeni vetëm nëse jeni gati në univers. Dhe në qoftë se përdorni dhe kam thënë dhe gjithmonë dhe do ta them, po jesh e drejta juaj, unë jam gati të ndjek rrugën e shpirtit tim. Unë i dorëzohem krijesës. Këto janë dy matra të fuqishme për të cilën ju jeni gati. Dhe kjo është që e kërkon dhe në nahën, dhe na shëron se e kemi në shpirtin tonë.
Ndërkohë, ju ndihmojeni, ju e dini këtë, ne ndihmojemi vetë ndryshimistëve, ne na ndihmon, vetë në anën me fazat e saj, ashtu sikur se vetë shpirti jon ku ne e ndjekim hap pas hapi ku na çon shpirti jon, është që ju ndihmojeni dhe ju do të lidheni me burimin tuaj të brendshëm, në brendësi, do të lidheni me udhëzuesit tuaj, ju do të ndjeni trupin tuaj dhe sa më shumë ju e ndjeni trupin tuaj, ju jetoni në momentin prezent. Dhe duke jetuar në momentin prezent, ju do të kuptoni edhe nëse besoni edhe ndiqni horoskopin, pra ato njerëzit që japin video në lidhje me astrologjinë, se unë nuk jam astrologe, por të kuptoni shënim. Ju ti dëgjoni se është e drejta juaj, por si ndjeni me ato që flitet. Vetëm ndjenja është që ju do të kuptoni nëse rezononi me ato çfarë flitet. Pra si ndjesh me ato. Vetëm kjo është ajo që ju me të vërtet do të kuptoni. Shpesh unë nuk mund të gënjej, sepse unë nuk jam astrologe, por unë e ndjej atë që ndonjëherë e lexoj. Sigurisht që besoj, por besoj në veten time. Dhe sigurisht ka flitet e vërteta se në fund të fundit planetet, nënën apo dhe dielli ndikojnë tek ne, por si jeni ju, pra mos flini me ëndra me sy hapur. Gjithsesi ajo që kërkojmë nga ju është në ndjenjë, dhe që të arrini në ndjenjën tuaj, ju do të kuptoni tani si ndjeni në situatat tuaja. Ju që ju vinë këto dhimbje, ju do të kuptoni që ju, ose keni arritur me misionin e shpirtit, që ju jeni në një situatë që nuk është e përshtatshme për ju. Dhe si, ndoshta ju akuzojnë të tjerat pa të drejtë, ndoshta e kuptoni që ju pengojnë të tjerat. Ajo që do të kuptoni është që edhe pse ju i ndjeni, pra i kuptoni këto se jeni lidhur me shpirtin, ju përsëri përpiqeni të ruani paqe, nuk doni konflikte, nuk doni që të krijoni pengesa, por përsëri ju i keni këto në zemrën tuaj, ju i keni në shpirtin tuaj këto shqetësime, dhe këto shqetësime janë me të vërtetë që ju mbajnë ju pra të frustim, pra nuk ndjeni mirë, sidomos në lidhje me atë që mendoni se e bën mendja, e bën mendja që për shembull ju e ndjeni që doni të dëshironi që të shkëputeni nga partneri juaj, sepse e ndjeni ashtu sikurse ndërkohë në lidhje me rritjen e fëmijëve tuaja, apo edhe me kujdesin e prindërve. Gjithsesi, kjo është që edhe pse ndjeni këto shqetësime, të kuptoni që sido që të ruani paqen, sido që të mos kërkoni pra konflikte, shpirti do të bërtas, dhe në këtë rast do ju dali zemërimi, për të cilën do ju bëju që të hyni të transformoni dhimbjet tuaja në trupin tuaj, pra të hyni në thellësi, sepse këto janë nga e kaluara jon, a janë besimet kufizuese, turp, se çfarë të tjerë do thonë, pra në këtë rast që tregova, apo fajz e fajson veten se për situatën që jeni do të sjellësh probleme të tjera, ashtu sikurse modelet shkatërruese që keni krijuar në lidhje në çdo lloj marrëdhënie me njëri tjetrin, apo dhe në veten tonë, që mund të jenë varësitë që keni, që nuk janë të shëndetshme, gënjeshtra, apo në lidhje edhe me shëndetin tuaj, droge të tjera, të çfarëdo lloji natyre, apo edhe atë që e keni akoma pra nga e kaluara që në barkë të nënës, ne kemi të marra me vete besimet kufizuese, sidomos nga fisi, sepse shpirti jeton. Dhe tjetra është edhe të fëmijërisë sonë të hershme që kemi krijuar, dhe me të drejtë se në atë kohë ishim ne fëmijë, dhe nga mënyra e nivelit të ulët, shumë ndjenjat tona nuk janë vjerë, dhe në këtë rast shpirti kërkonte
ishe fëmijë, frika se mos braktisesh, frika se pëtoje një gjë, do të gjykonin, ose do të keq trajtonin, ose do të përzinin nga shtëpia, ajo që ne si fëmijë, pra ndjenim, por çfarë ndodh? Në kohën që ne krijojmë si fëmijë atë egon ton, pra rritemi, sigurisht shpirti jonë, në kuptimin që jetoj, shpirti kërkon të jetë dikushi, sepse po jetojmë në këtë kohë, ne kemi krijuar atë që quhet, jo që nuk jemi të sigurt, që nuk ndiheshim të sigurt, por nuk besonim, pra humbëm besimin, humbëm atë ndjenjën shpirtërore, pra u shkëputëm nga qenia jone e vërtet, natyrale, me zemrën tonë, dhe ne krijuam egon, që do të thotë në bazën e frikës, në bazën pra kontrolli jetës, baza është frika, dhe këtë ne e morëm me vete në çdo marrëdhënie që ju jeni, dhe në këtë rast prandaj ju shpirti e ka rritur misionin e vet, ka kuptuar shumë gjëra. Dhe tani çfarë ndodh është që ju jeni ndërgjegjësuar, por ju nuk arrini, nuk keni guxim të ndiqni atë që ju ndjeni, për arsye se e para është që ju vazhdoni të rrini me mendjen, dhe mendja është që ju mban me të kaluarën, pra nuk jetoni në momentin tani, dhe e dyta është që përpiqeni të ruani paqen, edhe pse e dini që marrëdhënie diçka nuk shkon. Shënim, ju nuk do të shkëputeni nga marrëdhënia, nga asnjë lloj marrëdhënie. Ju do të lidheni me veten tuaj në brendësi, dhe kjo është thirrja e këtij shekulli, me qëllim që të lirohemi nga çdo lloj shqetësimi, dhe kjo është ju do të dali zemërimi. Dhe ky zemërim do të dali tek të gjithë, herët avone do të lidhemi, sepse është afatikor i ndryshimeve kozmike në frekuencë, jo vetëm në ndërgjegjësim, por edhe në vetë dijen tonë, që të gjithë jemi të ftuar, të zgjuar, të pazgjuar, do të lidhemi me brendësinë e vetes tonë. Sigurisht nuk do ta zjas shumë, por ky zemërim do të dali tek të gjithë. Është koha, sepse është koha juaj që të lidheni me veten tuaj. Ndërkohë është që të gjithë shën tjetër e gjashta, fuqia është në trupin ton, besoni apo nuk besoni, tani është fuqin e kemi në trupin ton. Mësoni që të gjithë ju, për çfarë do lloj shqetësimi, çfarë do lloj ju sjell trupi juaj, në këtë rast zemrimi apo plagët e vjetra të tjera, duan kohë. Pra nuk keni atë që kërkon që të dilni shpejt nga situata, e bën mendja juaj, dhe për sa kohë rrini me mendjen, ju nuk jeni në gjendje që të lidheni pra me fuqin tuaj. Në këtë rast është në brendësi të trupit ton, është kjo zemër astrale, është kjo që ku ne fillojmë lidhemi me udhëzuesit ton të brendshëm, na drejtojnë që ne të lirohemi nga çdo lloj emocioni, për të cilën na i sjell trupi në momentin tani. Pra vetëm ky është shërimi jon. Mësoni që ne ndihmohemi, ndoshta ju e ndjeni si ishit dhe ku jeni, për arsye se planeti Pluto na krijon një lloj çlirimi të shpejt, pra na bën që të kemi një lloj të papritur, një përpunim, dhe sidomos në lidhje me të kaluarën, pra në atë që ju ndjeni një lirim, pra për atë që ju mbante ju peng. Kjo do të thotë që keni një përfundim, pra ndjeni një përfundim të papritur. Gjithsesi, në momentin që ju e ndjeni që keni një ndryshim, mësoni një gjë, që jeni ju të ftuar që të lidheni me veten tuaj. Pra ne jemi të ftuar që të lidhemi me veten tonë. Dhe mbi të gjitha të fillojmë të duam veten tonë, si ne jemi, me të mira, me të meta, pa gjykuar, pa kritikuar, pra jemi të ftuar të lidhemi me veten tonë. Është e vërtet që ju po hyni në një rrugë të frika, do ju dali frika, dhe është frika e spanjollë, sepse ne nuk e njohim, është një rrugëtim i ri, është një ajo që shpirti juaj do ju udhëzoj ju, sepse ju e pranoni dhe e keni këtë fuqi, pra do të hapim zemrën, edhe kjo do të vi hap pas hapi, kur ju
pranoni me të vërtet të lidheni me fuqinë tuaj dhe në këtë rast, kur ju lidheni, ju kërkoni pavarësi dhe në këtë moment, edhe pse, sepse shpirti jeton, edhe në këtë moment, edhe që kërkoni pavarësi, edhe pse është frika e panjohurës, ajo që ju do të ndjeni vështirësi dhe janë dy arsyet, sidomos modelet e marrëdhënieve tona, se bëhet fjalë për marrëdhënie, dhe kush është ajo që ne kemi vënë të tjerat, pra ne ndjejmë kënaqësi të shërbejmë të tjerëve, dhe kjo vjen si rezultati dashurisë në nevojë. Pra jo në dashurinë e vërtet hynore, dashuri që ka zemra me të vërtet, që është e pastër, e gëzueshme, dashuria e mirësisë, e falënderimit, e dashurisë me të vërtet, jo pa kushte, pra kërkon të ndihmosh, po jo me dashurinë që është krijuar nëpërmjet ngjashmërisë nga mendja, në nevojë, pra unë kam nevojë për ty, dhe kështu janë krijuar marrëdhënie, sidomos të gjeneracës time, por tani është që edhe tjetra është që ne vëmë të tjerët para vetes. Prandaj ne jemi ftuar që të lidhemi me veten tonë, dhe në këtë rast jeni ju të lirë që do të zgjidhni fuqinë dhe e kemi në shpirt. Është kjo zemër astrale që në momentin që ne lidhemi dhe duam veten dhe lidhemi me veten tonë dhe do të ndjekim rrugën e shpirtit, ju happasapi do të arrini të lidheni dhe të kuptoni se nga vjen ankthi, nga vjen frika, nga vjen depresioni apo shqetësimet, të çdo lloj gjëje. Pra kjo është që ju do të jeni në këtë moment, ju fton në anë që të reflektoni për këto gjëra. Vetëm kjo mënyrë do të na lirojë ne nga çdo gjë. Dhe së fundi të jeni të sigurt që kemi të bëni me flakën, shpirtin binjak, flakën binjake, që të gjithë e dini, shpirti binjak jemi ne që të gjithë. Ne jemi energji dhe trupi jon multidimensionar, pra që e shihni me kocka me mish, vepron me dy energji. Pra energjia maskullore, mendja, elektrike, bëj, energjia femërore, shpirti, unë jam këtu, unë të dua. Unë jo vetëm që dua veten time si jam, por unë dua ju dhe gjithçka me dashuri pa kushte. Këtë e thot shpirti, këtë e thot zemra astrale, dhe kur ju e hapni këtë zemër, ju jeni lidhur me plot fuqinë hynore. Pse? Sepse ju e keni Zotin në zemër. Ndërkohë të kuptoni që për ju edhe shpirtat binjak është që është dhe flaka binjake që do të lidhemi me zemrën tonë. Dhe në këtë moment të gjithë ju që nuk keni përfunduar procesin e shpirtit, pra që nuk jeni lidhur në kuptimin e shërimit të dhimbjeve, në brëndësi, në thellësi, ju do të jeni të ftuar, sepse planeti Uranit është në shenjën e binjakut, dhe do të thotë që doni apo nuk doni, nëse nuk i keni shëruar dhimbjet, herët avon, askush nuk ju detyron, por ju do të lidheni. Më gjatë do të vazhdim. Tani në lidhje me ju që jeni lidhur me shpirtin tuaj, pra jeni lidhur me shpirtin, jeni duke krijuar, keni vështirësi sepse nuk po krijoni harmoni midis mendjes edhe shpirtit, pra dy energjive. Pra si thua jeni duke qëndruar akoma, nuk po hyni në bashkëbisedim, ashtu sikurse edhe në lidhje ndoshta vazhdoni të keni sekrete në brendësi të trupit tuaj. Akoma keni fëmijërinë tuaj të hershme të mbytur, pra janë emocionet tuaja në çdo lloj aspekti të jetës. Mësoni që edhe pse i keni këto, përsëri ju ndihmojeni dhe shpirti ju drejton, sepse ja keni dhënë rolin, shpirtin ju nuk ktheheni më mbrapa. Dhe ajo që do të ndjeni është frika, dhe është e vërtetë që do të dali frika, por të kuptoni që kjo frikë vjen, ju del, sepse është akoma që nuk jeni në veten tuaj, vazhdon me mendjen, edhe frika është ajo, mendja e bën, mendja nuk jeton me tani, se po të jetoni me tani, ju do të dëgjoni trupin tuaj, do të dëgjoni zemrën tuaj, do të dëgjoni atë që me të vërtetë zemra juaj është astrale dhe është neutrale dhe ju i drejton në rrugën e duhur, pra ju jep përgjigjen ashtu si ju e ndjeni, por
por çfarë ndodh? Ju mendoni që çfarë do të thonë, pra del frika, çfarë do të thotë familja, antarët e familjes ose partneri juaj karmik, kushdo që të jetë. Gjithsesi të kuptoni që ju përsëri do të vazhdoni dhe ajo që do të kuptoni është që edhe nëse ju jeni pra shpirtin e ndjeni që doni të ruani paqen për një kohë, nuk ka asgjë gabim, por të jeni të sigurt që ajo që do të kuptoni që ju del frika është që ndoshta jeni emocionalisht pra të varur, të lidhur, pra janë energji akoma që ju keni për situatën që jeni në lidhje me se çfarë në lidhje me partnerin tuaj, pra me familjen tuaj, me njerëzit tuaj, që keni lidhje, po kështu ndoshta lidhje financiare, jeni i varur, ndoshta kërkoni e ndjeni që doni të ikni, të transferojni, pra të strehojni, por nuk ka akoma, pra dyshime, nuk e keni gjetur, pra një lloj strehimi alternativ, ose tjetër që kujtoni, mendoni se mund t'i sjellni probleme fëmijëve tuaj të rritur e tjera. Gjithsesi që të gjitha këto është që ju vin ju kur ju e ndjeni që doni të largoheni nga situata për të cilën ju ndodheni, ose dhe marrëdhënia juaj. Por të jeni të sigurt që këto gjëra, edhe nëse i ndjeni, pranoni që frika është iluzion. Ju ndihmojeni dhe nëse ju jeni hapur, planeti Pluto ju ndihmon që ju të shkëputeni nga frika, ju vetëm mos rezistoni. Qëndroni me veten tuaj, mos merrni përgjigje të nxituar, vetëm arrini të ndiqni shpirtin tuaj. Dhe tjetra është që të gjithë ju që nuk keni arritur, pra në këtë rast që po flas me këto që tregova, pra nuk jeni të liruar nga këto situata që tregova deri tani, do të thotë që ju nuk jeni akoma në shërimin tuaj. Por ju ne jemi në një afat kohor që jo vetëm ne që jemi zgjuar, por dhe njerëzit që flen gjumë akoma, duan apo nuk duan, do të arrin të ndjekin rrjedhën e jetës së ndryshimeve për të lidhur që të gjithë me zemrën tonë, për arsye sepse është koha e afatit kohor. Dhe këto 6 vjet, ju që me të vërtet binjakët, pra që jeni lidhur me energjin, e keni hapur zemrën, ne jemi lidhur, vetëm se ju nuk keni vazhduar procesin për të arritur në shërimin ton, më besoni, ne do të vazhdojmë, pra do t'ju vi se kur jeni ju që jeni të lirë, por që do të ndjeni, dhe në këtë rast, për këto 6 vjet me rast, sidomos për ne binjakët, shpirtrat binjak që jemi lidhur, që të gjithë ju që ndiqni këto videot e mia, ju jeni të lidhur me shpirtin binjak, pra me energjin, që të gjithë ju që keni pranuar ndryshimet kohore dhe keni zgjedhur të ndiqni rrugëtimin tuaj dhe keni akoma dhimbje, do të thotë që ne do të lidhemi për të kryer shërimin ton në thellësi, pra në thellësi të trupit ton, që do të thotë që të gjithë ju ne jemi të lidhur pra me zemrën dhe të kuptoni atë, sepse është hapur, jemi të hapur, ndërkohë është që shërimi do t'ju vi që të gjithë ju, në qoftë se ne do të lidhemi me rrezën e dritës së zgjimit ton, dhe në këtë rast edhe me kordonin e dritës zemër, falni, zemër me zemër, apo edhe me shakrën ton të zemrës. Pra që të gjithë ne jemi të ftuar dhe kjo do të ndodhi, pavarësisht nëse nuk jeni gati tani, ju ndoshta do të vini në një kohë të vonuar, por të jeni të sigurt që do të ndodhi me të vërtet që ne do të takohemi, ashtu sikurse dhe do të krijojmë përmirësime, përparime. Pra është shekulli, gjithsesi ka mundet të vdesin dhe pa i ditur, pa u lidhur me flakën, pra në këtë rast flaka është që e kemi që të gjithë, kështu kemi ardhur në tokë, jemi të mishëruar,
por të besoni që ky shekull dhe jo vetëm 6 vjet ju që jeni lidhur me shpirtin tuaj, sepse është planeti Uranit në binjak, që do t'i ndjeni, pra do të lidheni nëse nuk e keni shëruar shpirtin tuaj, por edhe ndërkohë vitin tjetër është planeti po në shenjën e Plutos është viti 2026 është numri 10 dhe do të vazhdojnë transformimet dhe me radhë, sidomos dhe këto 2-3 vjet, por më besoni që të gjithë ne do të lidhemi me zemrën tonë që na krijon harmoni midis dy energjive, mendje edhe shpirt, por ne do të krijojmë një harmoni në të gjithë trupin tonë multidimensionar, të lidhur me këtë univers sepse jemi energji dhe në këtë rast edhe emocionalisht të lirë nga çdo lloj gjëje që nuk na shërben, edhe me një trup, me një fuqi për të cilën është mençuria, është ajo që nuk do të ekzistojë më frika dhe ne do të jetojmë në epokën e evolucionit të qenies njerëzore, për të cilën është që ne do të jetojmë liri, barazi, vllazëri dhe kuptimi i jetës së këtij afati kohor është jeto dhe le të jetojmë. Pak a shumë është kjo video për sot, por besoni në fuqinë tuaj, besoni në unin tuaj, sepse që të gjithë e kemi, dhe kur ju besoni dhe hapni zemrën tuaj, ju jeni unik me energjinë e universit, ju jeni unik me gjithçka që ekziston, dhe jeta është një mrekulli, është dritë, është dashuri pa kushte, është dëmshuri për vete, për rreth dhe për gjithçka, dhe kjo është koha e bukurisë së jetës, së qenies tonë njerëzore dhe shpirtërore. Ne nuk do të rrimë më vetëm në një anë me energjinë maskullore, ne do të futemi në brëndësi, do të lidhemi me këtë energji të mrekullueshme që na lidh me të gjithë për të përqafuar me të gjithë dhe për të pranuar vlerën tonë si ne jemi dashuri, ju jeni të mrekullueshëm. Dhe bëja vetes, me të vërtet, ju jeni shpirtra të mrekullueshëm. Faleminderit, mirupafshim.